Ju përshëndes të gjithëve zonja dhe zotrinj, juftoj të na ndiqni. Minutat në vazhdim do përpiqemi të bëjmë një analizë sociologjike, do të flasim për samitin e diasporës, po jo vetëm, do të flasim për meritokracinë, do të flasim për intelektualët, pse heshtin intelektualët, do të flasim për shpopullimin, pse po ikën truri nga vendi ynë, e njësër problematikash të tjera që do të trajtohen gjatë bisedës. Në lidhje direkte kemi tani zonjën Miranda Lira, pedagoge, por edhe antare kryesie e Partisë së Lirisë. Profesoresh, përshëndetje. Përshëndetje, Eliana, faleminderit shumë për ftesën. Ju lutem. Zonja Lira, samiti i diasporës, a përfaqësoj në gjykimin tuaj vërtet mërgatën shqiptare, problematikat që kanë qytetarët shqiptarë të kudo ndodhur në botë dhe problematikat që kanë edhe shqiptarët e mbetur në Shqipëri? Duket më shumë një pyetje retorike, po në fakt kam mjaft pritshmëri nga analiza juaj sociologjike e gjës. Eliana, në fakt, samiti që ndodhi në Tiranë, ishte gjykata ishte një fars në propagandë e radhës e qeverisë aktuale, dhe cila u shtriti në balon nga diskutimi që bëri dje juristja e njohur zonja Eva Bashi. Në kalimin shkurt në fakt, 2-3 minuta, por që në fakt të nxorën në parë shumë të vërteta. Të vërteta që lidhen sigurisht me kohën, me mënyrën dhe me vendin ku janë sot intelektualet shqiptarë, sepse diaspora në fakt në vetvete ka një potencial të jashtëzakonshëm. Mund të jenë në qindra me mira të rinj shqiptar, intelektual, që janë arsimuar në universitetet më të mira të botës, por që realisht nuk përfaqësohen, nuk dëgjohen. Ajo foli për disa të vërteta dhe një prej cilave ishte dhe një akuzë dhe rënd që ata në cilë Berit Balla, ku i thaj se ju keni mbyllur dyert atyre që janë të mirë arsimuar, nuk të përgatitur persona të kualifikuar. Dhe kjo është e vërtet. Është frikshme në fakt të mendosh se shoqëria shqiptare sot për shkak të përqendrimit të gjithë pushtetit politik në shumë pak duar, është e vështirë të flasim për meritokracinë. Ne kemi një shoqëri distopike, do ta thoja unë. Është që në fakt i përdorur nga një shkrimtar i madh si George Orwell në librin e tij 1984 për ta treguar se ç'është shoqëria distopike, më lejoni në pak minuta të shkruaj dhe të shpjegoj atë konceptin e tij për një shoqëri të tillë. Në fakt thelbi ishte se çfarë ndodh në një sistem totalitar ku pushteti dhe shteti, qeveria, partia janë një. Gjithçka është e vëzhguar, gjithçka është në shpërvejim 24 orë. Çdo qytetar, çdo antar i shoqërisë ka në shtëpinë e tij në dhomën e tij një telekamer që regjistrojnë gjithçka. Dhe ata, pra njerëzit, jo vetëm që gjykohen në bazë veprave dhe veprimeve të tyre, por edhe të mendimit të tyre. Në këtë aspekt njerëzit janë të vëzhguar nga Big Brotheri. Askush e ka parë ndonjëherë pra, kush është partia, kush është Big Brotheri, por ata dinë që aty është një sy që i vëzhgon, që i monitoron 24 orë. Dhe nuk është vetëm mendimi dhe veprimi pastaj që gjykohet, por humbet komplet individualiteti i njeriu. Pra ajo që do të them është pikërisht shoqëria shqiptare sot, edhe për shkak të asaj që ka ndodhur me Akshin, me Albanian, ku të gjitha të dhënat e shqiptarëve janë grumbulluar, kanalizuar në këtë rrjet të madh. Mos flasim pastaj për skandale se kjo është një çështje tjetër, po ajo që dua të them pra që njerëzit jetojnë të mbikëqyrur 24 orë në këtë shoqëri ku e din që mos folë, që është frikë, është shurt, që është buka e fëmijëve, buka e fëmijëve, dhe i bëjnë zmetin asaj punës që kanë, pa qenë të lirë, pa qenë të dëgjuar. Nuk ka sot, domethënë, meritokracia është gjë që ekziston, është një gjë utopike. Sepse nuk është e thënë që nëse ti arsimohesh në universitet mirë, ti vjen në Shqipëri, shumë nga miqtë të mi që kanë ardhur gjenden të papunë, ose janë këtu për shtëpi, janë nga kanë ardhur. Ne që jemi këtu, unë për shembull, para 20 ditësh kam pasur gjithë mundësinë, kam studiuar në Amerikë. Po këva në një ëndër, të vinë në Shqipëri të bëj diçka për vendin tim. Sot kjo ëndër është dhe shumë. Sepse ne dimë që ata që kanë punët më të mira, janë pikërisht ata që janë patronazhistët, ata që mbledhin më shumë vota për Partinë Socialiste. Kush punon sot në Bankën e Shqipërisë, nëpër ministrira, në ambasada,
A nuk janë ata që emërohen, kontrollohen, a nuk janë mbi të këtyre që sot janë ministra. Besoj ju mbani mend skandalin që ndodhi para pak javësh, ku një vajzë vetëm 26 vjeçare u emërua nga Stropali dhe u dekretua nga presidenti Begaj si ambasadore. 26 vjeç, ku shërbimi diplomatik ka disa etapa, ka disa nivele që duhen kaluar. Imagjinoni puna e saj e para që do të shmojnë në CV është ambasadore e Republikës së Shqipërisë në Katar. Këto janë skandale që natyrisht vetëm që vrasin meritokracinë, por janë domethënë tregues se ne jemi një republikë banane, se nuk ka meritokraci në këtë vend. Dhe padyshim që diaspora në vetvete përfaqëson një grup të ndërthirr intelektualësh, njerëzish që kanë kaluar përtej kalvarit të qindra sakrificave, që kanë parë vetë, që kanë investuar e që duan të japin kontributin tonë në Shqipëri, por që nuk e japin dot. Fjalimi i djeshëm i juristes Eva Baci me 3 universitete, ishte një tregues i qartë se në fakt intelektualet e vërtet nuk dëgjohen, nuk flasin, se ti kanë frikë pikërisht të kësaj që më thash pak më lart, pra të vëzhgimit. Ata jetojnë në një monitorim të vazhdueshëm dhe një propagandë të madhe që bëhet 24 orë në 24. Që ne jetojmë mirë, këtu është një vend shumë mirë, ekonomia është mirë, ne do të në Europë, ku ka shumë turistë. Pa nuk litet që sa njerëz po largohen, një popullim i frikshëm. Po jo, ne flasim se sa shumë turistë ka vendi ynë. Prandaj dua të them që është një situatë të tardhë keq në fakt, sepse unë do se i them një rilindat të vërtet, jo këtyre që vjedhin të dera tani, dhe që janë të përfshirë skandale të pafundme, por rilindat të vërtet, të gjithë ata, Panoli, Posoja Konita, Pashkovata, të gjithë studiuan, Hoxha Tasim, studiuan në Stamboll, në New York, në Amerikë, në Bukuresht, dhe ndikimin më të madh e patën në Shqipëri. Prandaj, koncepti dhe mesazhi, bagazhi dhe kontributi i diasporës është jashtëzakonshëm. Por sa lejohen ata, sa afrohen, po të mos të hiç fare. Ju mbyllet dera, ju plasë dera dhe shikohet vetëm pjesa politike e individëve. Me këmbën të përfshirë ata, sa vota cilën ata për Partinë Socialiste, sa le të themi kontribut kanë ata brenda partisë së tyre. Dhe për shkak të një qeverisje të zgjatur, po bëhet 4 mandate të plota të Partisë Socialiste në pushtet. Diçka është ustashe, monitoruar e vizhguar dhe përfshirë në këtë kanalin e Partisë Socialiste të listave të tyre dhe është vështirë, pra është vështirë që pa qenë antarë që partisë të mund të flasin dhe meritokraci. Meritokracia nuk ekziston, është thjesht një fjalë, do thoya unë që gjendet është shumë e rrallë, shumë e vështirë. Prandaj njerëzit janë zemërthyer dhe të trishtuar, prandaj largohen intelektualët. Prandaj nuk flasin intelektualët, sepse ne jetojmë në një shoqëri ku ai që vendos për gjithçka, cilët si një sundimtar, ku ai është gjithçka dhe në të vërtetë kush është ai person që kontrollon gjithë kryetarët e bashkive, që kontrollon gjithë ministrat, ju e pasi çfarë ndodhi me zonën Skropali, vetëm për shkak të një vendimi që nuk shkoi të votojë te Ballukun. U kthyen në armike të partisë. Gjithçka, gjithkush dhe çdo kush duhet i bindet vetëm vullnetit të njohshit, të liderit, të supremit, të sundimtarit. Ajo çfarë ashqyqare si një lloj sistemi feudal, ku në krye të piramidës ndodhet pikërisht njohshi që shikon gjithçka, që vendos gjithçka dhe sa më poshtë është në strukturën sociale, në stratifikimin social, gjenjerës të varfër, mos presim që janë pikërisht pjesa që është e varë nga buka e gojës, të ngrihen në protesta, në angazhime të krijojnë. Janë pikërisht intelektuale, pra ata që ndodhen në majtë të piramidës. Pikërisht diaspora apo mërgata, fjala më e bukur shqipe, janë pikërisht brezi ose shtresa e mesme, të cilën kjo qeverisje për 12 vjet e ka zbuar nga vendi. Në territorin të vendave nga Instat, është ky Instat pra që drejtohet po nga kjo qeverisje që na jep të dhëna 6 muaj pas zgjedhjeve, rreth 40 deri në 42.000 rezidentë lënë vendin çdo vit. 42.000 rezidentë janë shumë, është një bashki, sa Pogradeci, sa Mallakastra, sa Librazhi. Pra gjitha njerëzit pse iken? Nëse do të kishim një qeverisje kaq mirë, atëherë njerëzit do donin të jetonin këtu. Fshatra, shtëpi të lëna djerë. Jo vetëm fshatra, por ne po flasim për qytete që tani po i krehen heshtje dhe shkëtimi total. Zonja Lira, ajo çfarë
Më dëgjon? Jo se nuk janë abetar, po sepse politika këtu janë për të zbuar. Dhe kë zbojnë fillimisht pikërisht njerëzit që mund të jenë ferë në këmbë kësaj qeverisje. Ata që mendojnë lirë, ata që duan lirinë, ata që janë kritikë, ata që kritikojnë qeverisjen. Një pyetje tjetër mund të ishte sa shumë opozitar ka, dhe kur them opozitar ka fjalën për kritikë të qeverisjes. Njerëz mund i lirë, dhe shumë pak Eliana, sepse ata që ne dëgjojmë në banaqe televizive, sa leaqenës që dalin çdo natë dhe që bëjnë të marrë një rrokë të majme dhe i bien mandolinës qeveritare që përjetojnë shumë mirë dhe shumë mirë në të vend, ata nuk duhet i dëgjojnë, sepse këta që janë të paguar. Po në fakt, e vërteta është se ka shumë njerëz që nuk e gjejnë dot veten, sepse në shoqërinë shqiptare, pikërisht pra në shoqëri distopike dhe në këtë shoqëri piramidale, do thoshte profesor Fuga, në krye të piramidës është pikërisht studentari, kryeministri që ka të gjitha pushtetet. Nga do të kthesh syt, ai vendos për gjithçka. Dhe një grup oligarkësh, njerëzish me pushtet politik, mediatik, të kriminalizuar, të cilët i japin pushtet, i japin oksigjen, dhe një fëmijë të madhe që vetëm varfërohet. Pra një pakicë që pasurimet në fëmijë të shumicës popullisë që varfërohet gjithë më tepër. Që në këtë perspektivë mendoj që fjalimi i djeshëm i zonjës Eva Baci, se një këmbane fort ishte një plak për të shlarë gjithë këtë propagandën boshe se diaspora është, domethënë pyet e përgjigjet, cila diasporë? Kjo diasporë që votoi vjetë dhe që ta Ulandalla i bëri përshesht votat e tyre, të mbushin thaset me vota. Zonja Rira, të lutem. Vërtet nuk është pyetje, nuk është thirrje. Zonja Rira, sot lexova një status të Melinda Meksi, sepse Partia Socialiste nuk ka pasur zëshime. Këto janë ajo është veçmizuar vitet e fundit me listat e mbyllura, me njerëz pa kontribute, me gra që janë aty vetëm për garnitur dhe jo në mundje ndritura. Po ka pasur pra dikur Partia Socialiste kishte Melinda Meksin, zonjën Leskaj, Sajmira Timën e shumë të tjera. Dhe Leskaj shkuan dhe sot se si djali i saj në fakt para 2 vite të kërkuar të bënte ekspertizën, duke qenë se punonte në një kompani të njohur austriake. Dhe gjithë kërkesa ishte bërë në të famshmen grumbull të korrupsionit të Shakshi. Për 2 vite dhe disa kohë nuk ishin kthyer përgjigje. Ase ishte ndjerkesh nga kolegët e tij austriak, sepse përgjigja asnjë s'ishte ardhur. Dhe më pas plas skandali i Akshit, ku njerëzit me pan gjitha gatin se çfarë bën atje, me projekte fiktive mbi inteligjencën, mbi programin. Kabli dhe migrat elektronike ku videsin miliona euro. Është 2, hajde ta bëjmë 4. Është 4, hajde të shtojmë me një sa milion euro. Po janë miliona euro këto, të taksa shqiptare, nuk janë gurrica. Kështu që, po këtu e thot një zonjë si Melinda Meksi që Akshi është një votër korrupsioni, në fakt vetëm maja e icebergut për të treguar se sa skandale ka bërë kjo qeveri, sa zhvintur është. Sepse ka të dhënat e shqiptarëve, pra këtu është problemi. Rira, të lutem. Asaj që fola pak më lartë. Juve e nënvizuat disa herë. Nga lartë, kanë frikë në votojnë, nuk kanë liri mendimi, thonë buka gojës, nuk flasin. Vaclav Havel është një intelektual çek i cili fliste për rëndësinë që kanë intelektualet. A dëgjoni intelektual të ngrihen? Ndalojmë pak këtu, Rira, të lutem. Ndalojmë pak këtu. Artistët, pedagogët, ekonomistët, inxhinierët, dëgjoni ju për tyre ta kritikojnë të qeveri. Shumë pak, janë pak si gishtat e dorës. Profesoresh, sepse kjo qeverisje i ka kthyer pikërisht intelektualit, i ka kthyer në buxhetor të thjesht. Në një rrogë ku ata duhet të theon buka e gojës. A e dini ju që sot kryetari i Këshillit Kombëtar për Shkencën dhe Kërkimin Shkencor është pikërisht kryeministri i vendit. Ç'pun ka kryeministri me shkencën? Se në fakt ai ka të vetë as master nuk kam. Në diplomën e tij është një mësues vizatimi, nuk është as piktor. Pra si mund të jetë kryetari i Këshillit Kombëtar të Shkencës dhe të Kërkimit Shkencor? Për cilin kërkim shkencor, se në fakt ta kanë 4 mandate dhe GDP-n për arsimin nuk e thuan 5%, kanë 4 mandate që premtojnë dhe kanë lënë deri në 3%, 3.4%. Mos flasim për kërkimin shkencor se është 0.01. Dhe për tepër në Këshillin Shkencor
ka futur gjithë po themi. Të lutem, kam një pyetje sepse ju e nënvizuat disa herë dhe vetëm 7 apo 4 antar nga universitetet. Çfarë pavarësie intelektuale mund flasim këtu? Cila është akademia këtu? Cili është kontributi i akademisë kryetarit të Akademisë së Shkencave, që diku ka qenë ministri Enver Hoxhës? A nuk ka njerëz të brillant, të mirësimuar nga kjo diasporë, nga kjo mëgat, që mund të jenë kryetar të Akademisë së Shkencave? Këtë desha t'ju pyes, Rira. Se ti klikon diçka të delë zbulimi ose kërkimi tyre shkencor. Rira, për këtë desha t'ju pyes sepse e nënvizuat që edhe rektorët, mendoj e kemi parë një takim tjetër, i mblodhi kryeministri Rama rektorët. E nënvizuat, të lutem, Rira, ju lutem, bëjmë një ndales, ju lutem, sepse e përmendët disa herë emrin e juristes dje në summit, dhe bëtë shumë mirë në fakt se dje kryefjala e gjithë summitit ka qenë Eva Baci. Përse nuk ka më tepër Eva Baci? Pse nuk ishte më tepër Eva Baci në summitin e diasporës? Kanë qenë kaq të kujdesshëm për t'i përjashtuar të gjithë zërat kritik, dhe nëse nuk është kjo, përse nuk ka më tepër intelektual kurajoz nga diaspora, se shumica intelektualve në Shqipëri kanë humbur kordat zanore, nuk i ndinjohen më se s'kan dinjitet. Shantazhet apo trysnit apo ajo çfarë përmendët ju pak më parë, Big Brother i vëzhgon dhe i shantazhon të gjithë. Nuk do ta kishin pasur më të lehtë intelektualët e diasporës të ngrinin zërin për veten edhe për qytetarët e tjerë në Shqipëri, mbetur në Shqipëri? Okej, në fakt unë mendoj që Eva Baci arriti të dalë nga duar le themi organizatorëve. Keni parasysh që testat aty janë bërë në bazë të emrave apo sipas pëlqimit që ka vetë, apo një lloj mbase database që ka vetë Partia Socialiste. Pra unë dyshoj për ata që ishin ftuar, sepse nuk është vetëm ashtë diaspora shqiptare. Dhe realisht faktin që ne patëm një person si Eva Baci, e cila u ngrit mbi këtë frikën e paragjykimit, mbi frikën e pushtetit, dhe ja tha në sy organizatorëve pra që ju po luani një film në teatr. Për çfarë demokracie përfaqësuese flisni? Por ju vetë jeni ata që na keni përjashtuar. Ka shumë Eva Baci, unë kam lexuar shumë komente dje dhe njerëz që thosin unë e falenderoj të thonë sepse dhe unë ndjehem njësoj që ajo. Ka shumë njerëz super të kualifikuar që janë përzënë nga ky vend, që nuk janë dëgjuar, që nuk janë lejuar të punësohen, sepse ky vend nuk i do të aftat, i largon, sepse një akt në mendje kritike do të jetë në ferr për këtë qeverisë. Dhe keni parasysh në vendet ku demokracia është hibride, dhe këtë nuk e them unë, thot Amnesty International, që prej shumë vitesh ne jemi akoma në një demokraci hibride, dhe ku pushteti vitet, mbahet me dhunë, me luftë, është shumë e thjeshtë të kontrollohen të gjuajt, intelektualët, pikërisht mundet e varfra, duke mbetur njerëzit tek buka e gojës, duke përzgjedhur vetëm ca njerëz që këta i kanë, ambasadorë që kanë emëruar, po themi, fëmijët e këtyre ambasadorëve, çokat që kanë bërë, ata e dinin shumë se kë kishin atë sallë. Por ju doli Vënja Baci dhe ai pensionisti Minatori Burqizës, i cili po ashtu foli për statusin e minatorit. Ju e pat edhe nga videoat disa herë organizatorët të munduan të marrin mikrofonin. Më erdhi mirë që në fakt edhe një pensionist, sepse ata që votojnë më shumë të qeverisë janë në fakt pensionistët. Dhe më të flasim që është temë tjetër pastaj për mënyrën se si janë trajtuar pensionistët, një tallje madhe që është bërë me ata me rritjen e indeksit të pensioneve. Pra ju ashtojmë 2.000 lekë apo 5.000 lekë të vjetra pensionistëve pensionin, kur në fakt çmimet janë katastrofë me pensione qesharake. Kështu që ka shumë, Eliana, ka shumë Eva Baci sot në diasporë shqiptar që nuk ndjehen, nuk guxohen, nuk lejohen, sepse si të thas është fiks pra. Kush e ka lexuar 1984 për George Orwell, kupton shumë mirë se si funksionon. Është një makineri e tërë propagande ku realisht ndrojnë njëri tjetrin, shtypet fort liria, shtypet fort të munduarit të lirë, ku ka një organizim deri në shërim, e cila ndodh pastaj edhe në zgjedhje.
nga ministria, nga kryetari e qytet të ministrave dhe deri te komuna po fsasin më i largët. E gjitha propaganda duar trokitje që bëhet për të mbajtur në fund, kemi parasysh se si flitet. Ne jetojmë shumë mirë, njerëzit janë shumë mirë. Në fakt realiteti është ndryshe. Është percepti tjetër që por dhe tha te firma e Kafshës që punonit të shtetat Kafshë dhe me gjizim darë, rrototeshin, por edhe ku pëngohë njëra pas tjetrës, thotë që jemi shumë mirë. Edhe kur ushqim nuk ishte, ishin mëtuar, diktoheshin, duke qenë se dini që ato në çdo kohë ishin domethënë vëzhgim nga Big Brother, nga partia, ishin gjatë gjithë kohës të detyruar të thoshin po jo ne jemi shumë mirë. Madje ato gjykoheshin edhe për mënyrën e të menduarit. Rira, bën përshtypje shumë dikur intelektualët orientonin dhe frymëzonin opinionin publik, ndërsa sot qasja e shoqërisë ndaj intelektualëve, flasim gjithmonë për zëra kurajoz që kundërshtojnë, është krejt ndryshe nga dikur, po qytetarët duhet ta kuptojnë që pushtetin e kufizojnë ata që e kundërshtojnë, jo ata që e duar trokasin. Është e vërtet që në fakt ata që i bëjnë fresk pushtetit janë ata që përfitojnë prej tij. Dhe po ta vëmë re, ata janë që luftojnë dhe për ta mbajtur më fort pushtetin. Ndërsa pjesa tjetër intelektualët, janë shumë e vështirë të manipulohen intelektualët, sepse janë njerëz që kanë dinjitet, sepse njeriu e tyre kanë të shenjtë. Por shoqëria është brumosur në gjithë këto vite, është politizuar kaq shumë administrata publike, është bërë kaq shumë politikë e mbrapsht me këtë vend, sa që të gjithë njerëzit tani, sidomos rinia, sepse ajo që ndryshon në vend. Ne kemi parë rëndën e komunizmit në vendet e Europës lindore, juglindore. Ishin pikërisht studentët ata që u ngritën, ajo që ndodhi në Shqipëri, edhe pse ne ishim pas Polonisë, Çekisë, Hungarisë e kështu me radhë. Po përshimi studentë territorit, ata që rrëzuan, ata që kryen shoqërinë përmbyt, pra që krijojnë revolucionet. Dhe janë pikërisht intelektualët. Në mënyrë si komunizmi, se si një sistem totalitar vepron, se si një tiran që ka të gjitha pushtetet, dhe tirani në këtë rast thuaj atë kryetar shteti, atë kryeministër, atë person i cili nuk ka më, domethënë ban partinë, pushtetin, shtetin, të gjithë janë të shkruar në një. Dhe në parasysh jetojmë në një shoqëri ku çdo kush që flet kundër apo ka një mendim të mirë, ose i qet nga puna, ose duhet të largohet nga vendi. Prandaj gjithnjë më tepër mësohet fakti që hajde të bëjmë një politikë të tillë për të larguar intelektualët, për të larguar shoqërinë e mesme. Shtresa mesme, kjo është një gjë që mbase do duhet vite me radhë që të kemi një sistem të mirëfill, sepse nuk janë larguar njerëzit që janë pa punë. Janë larguar edhe ata që janë të mirë arsimuar, njerëz me 3-4 antar nga një familje, pra nuk është larguar një individ, kanë migruar familje të tëra. Pse në fund të fundit? Sepse kërkojnë pikërisht këtë, drejtësinë sociale, sepse thonë e di si është puna, më mirë të jetoj dikular, të punoj 2 fish, 3 fish, të paktën për fëmijët e mi. Dhe është trisht Eliana se vjen sot që jemi në të 40-tat, e dëgjoj edhe në kafe me miqtë e mi, të themi mirë ne po fëmijët tanë. Ku do rritem në këtë shoqëri? Pra koncepti i një ardhmërie, i një realisht një ndryshimi thelbësor, që njerëzit të ketë meritokraci, të ketë vërtetësi. Ka shumë probleme, Eliana. Kjo lidhet me kodin zgjedhor, kjo lidhet me to listat e mbyllura, kjo lidhet me vjedhjen e votës, sepse kur personi vjedh votën ose e shet atë, e shetin me 100 euro dhe shikon tani plot me rritjen e çmimeve. Jam e sigurt se shumë prej atyre që kanë abuzuar me votën e tyre në ditën e votimit, e kanë pastaj në 4 vite ju del 100 fish. Mos flasim për gjithë batërdinë që bëhet, me listat, me pikërisht me këtë sistem që i vëzhgon gjatë gjithë kohës, me lista që bën 3 muaj përpara, me mësuesit. Prandaj intelektualët dhe mësuesit janë politizuar kaq shumë. Ju e mbani mend portali për Shqipërinë. A besoni juve se ata që punësoheshin ishin mësuesit që fitonin? Jo. Ishin mësuesit që bënin më shumë like. Ishin mësuesit që bënin share, like edhe bënin politika, apo bënin fushat zgjedhore. Ata i morotin dhe drejtor, ata kishin më shumë pikë. Është e frikshme se sa kjo që mos gjatë këtyre 12 viteve është cimentosur një qeverisje ku politikën e ka
kudo. Sfera publike dhe private, po thuaj se janë shkrirë, dhe personat janë gjyknuar në vëzhgim nga partia, kanë frikë të flasin, kanë frikë të mendojnë, edhe pse ka shumë pakënaqësi në popull, mund t'i dëgjosh që thonë, është shumë keq, po kur vjen puna, jo, nuk flasin sepse kanë frikë. Aman se më dëgjon ky, aman se më dëgjon ai. Dhe po ta vësh re, janë gjithçka po shkon drejt kësaj. Drejt Big Brother, drejt gjithçka të jetë regjistruar dhe të përdorur kundra personave. Edhe ky projekt i Smart City që është bërë tani me disa shkolla. Një projekt disa miliona dollar që Zoti Balla e bëri në një nga vendet arabe. Për çfarë duhet në shkollën e vajzës time një kamerë 24 orë? Për çfarë duhet? Pra, jetojmë në një shoqëri që ata që i mban gjithë në të ngushtë vetes, ndërsa të tjerë që i ka kundër, ose i zbon nga vendi, ose u anëzin jetën për të thonë, për shembull, si tim, shporu, ik. Dhe gjithnjë më tepër pra kemi një atomizim të shoqërisë, siç e thash edhe një herë. Në krye një grup shumë i privilegjuar, që kanë 2-3 punë, mund të jetë 900 persona sot të paktën që janë në Bashkinë e Tiranës që nuk janë fare në punë, që nuk shkojnë fare ose janë artetit, por që marrin pagën. Sa abuzime ka në Bashkitë të Shqipërisë? Sa vende ka? U bë gjitha reformë territoriale dhe këtu po flas pak se një qytetare bashkie. Do kemi përfitime sepse me bashkitë më dha u atëre do jenë kemi 20.000 punues, 20.000 administratë, me të punëtorë në administratat e bashkive dhe të komunave, do të jenë fakt të përgjithmojnë. A dini sa kanë shkuar? Mbi 40.000. Pra ishin 20.000 u bën 40.000 në 61 bashkitë e vendit. Po kush u punësuan? U punësuan pikërisht ata që punuan për Partinë Socialiste. Për fuqata, ata që bën vota. Të tjerët u persekutuan familjarisht, u larguan nga vendi, sepse u hoqën të parë nga puna dhe në një realitet ku se gjenin as gjipëndi vetëm, dëgjojnë të largohen nga vendi. Kjo është një politikë e madhe, Liana, e kanë frikë se nuk është thjesht një politikë e thjeshtë, pra është një politikë teosiste për globaliste, për të zhbërë mentalitetin dhe jo thjesht mentalitetin, por popullsinë demografike shqiptare, për t'i larguar njerëzit. Është kudo kjo, është edhe ligji gjinore që u bë. Por të prekin ku tek politika, sepse tek familja më falni, sepse familja është shumë e rëndësishme për ne shqiptarët. Patjetër. Atëherë hajde ta zbojmë kulturën, të zbojmë mentalitetin, lirinë, të jetojnë njerëzit në frikë, në terror dhe ta dinë që janë të manipuluar, të vëzhguar 24 orë, sepse kështu i manipulojnë më thjesht dhe më kollaj. Miranda Rira, të falenderojmë shumë, analiza të tilla do duheshin orë të tëra, por unë uroj fort që qytetarët ta kenë kuptuar dhe meqense u fokusuat te George Orwell 1984, një nga librat e mi më të preferuar, 2 rreshta edhe unë profesoresh, një ditë partia do të thoshte se 2+2 bëjnë 5 dhe ti do t'ishe i detyruar ti besoje herezia e herezive është mendimi i shëndosh. Miranda Rira, ju falenderoj shumë edhe njerë. Faleminderit. Faleminderit juve, kënaqësi Eliana. Faleminderit. Falenderim edhe për ju zonja dhe zotrin që na ndoqët.